Si ju shkon ditë e parë e Ramazanit? Shumë mirë. Shumë mirë. Kënaqësi për muslimanët të kjo. Për çfarë keni nevojë më shumë? Për ujë, për kafe, cigarë, ushqim? Për cigara nuk e pihim. Po nëse ne ala ende herët është. Herët ende për me come se mu bukën da sa shpret. Nuk kam nevojë. A ju zë Ramazan? Kur një herë. Një musliman nuk ka nevojë të thosh atë Ramazani. Nuk Ka plot njerëz që nervozohen gjatë ditës kur ka zonë Ramazan. Kem në Ramazan. Kur e kujtoj zotë sa probleme keni për Ramazanit, atë shumë e qetë jam. Kur Ramazan atë nervozohet çdo kujt njëra, nuk vjen deri te ajo. Shumë mirë na shkon. Si gjithë zotit që kemi mrinë këtë ditë, bekuar për këtë musliman ka janë e kas janë në botë. Çka ju mungon më shumë? Kafja, ushqimi, cigarja, uji për momentin çka mungon më shumë? Neve nuk na mungon asgjë se imi e përballojmë. Ramazani si ju shkon? Mirë është. Çka ju mungon më shumë te? Kafe, Kur gjë hiç s'm mungon, hiç kur gjë s'm mungon. Mas pari gjithë muslimanëve të Tovës së uroj Ramazan pranuar, nuk na mungon kur gjë. Imi mësau, më nuk është dita parë, unë kam 69 vjetë, bëgji ku mbajt edhe, ai që ka vullnet dhe mbaj, ai që s'ka vullnet, nuk mbaj. Për ndryshe, vinë mbrëmja, iftari, ka knacin e vetë, si firi. Ti që thëmë sot sefte, më erësh, kështë nuk është. A që s'pënon, më erë, ama e që pënon për tonë ashtë arësi është. Qoftë që është fetar, si duhet, si e ka reglit, nash me punë, nash pa punë, ai duhet të mbaje. Që o fetar, pa e që nuk o fetar, ai për ato njojtë është. Përshëndetje gjithëve njerë, urime festën e Ramazanit, inshallah ne pranon Zoti pikës pari. E dyta, një ditë me vullnet, një ditë me plot emocione, dëshire, sen me kalu jeta, me angazhimet vogla, sigurisht, po gjithmonë me bindjen e thellë shpirtërore që kjo nuk është me met pa bukë, po duhet me qenë edhe shumë ma i vendos për çështje tjera. Sot mira me po që qyteti është shumë më i zbrazë se ditë dhe tjera. Shumë njerëz edhe nuk punojnë. Si mendoni se ndodh Ramazana, duhet me qenë njëri aktiv gjatë gjithë ditës, sa me kalu gjatë gjithë kohën në gjumë? Realisht nuk duhet me qenë, duhet me qenë i pushueshëm, por jo edhe me fletë të ndihten se s'ka kuptim, nuk është e hishme dhe e drejtë edhe fetare, duhet me uqu si zakonisht mas namazit mëngjesit, duhet me vajt për punë pasi, me kryjt obligimet, tani një orë pasi qëndijës është mirë me pushu, pastaj prapë,